Protesta në Tiranë e nisur kundër projektit të Zvërnecit dhe tashmë me kërkesa politike për largimin e qeverisë, hyri në javën e dytë dhe tashmë e ka tejkaluar qartë kauzën me të cilën nisi. Ky shtun ishte dita e diasporës, pasi emigrant nga disa vende ju bashkuan tubimit. Krah flamurit kuqëzi e simboleve kombëtare, u pa për herë të parë edhe flamuri britanik. Kërkesë kryesore mbetet largimi i kryeministrit, ndërsa thirrjet drejtohen kundër gjithë klasës politike. Me simbolikave të reja janë në sy zyrtarët e arrestuar. Para godinës së qeverisë vendosën këpucë, që përfaqësonin qytetarët që kanë ikur. Me thirrjet që lideri i majorancës së opozitës duhet të shkojnë në burg, pati thirrje për rikthimin e Altin Dumaniit në krye të SPAK. Altin Dumani, riktheu, merr frenat e SPAK-ut dhe fillo arrestimet së më parë. Mes qytetarëve që morën mikrofonin ishte edhe ëma e Martin Canit, adoleshentit të vrarë pranë shkollës Fanolin në Tiranë. Duam drejtësi! Pas fjalimeve siç është bërë tradit, ishte radha e marshimit në rrugët e Tiranës, që zgjati deri rreth mesnatës.